Kjo është Birgjilda Curri, nënë e 3 fëmijëve dhe infermiere në fshatin Bardhaj. Në vitin 2023, pas disa shqetësimeve në krahëror, ajo u përball me një diagnozë të rëndë, kancer gjiri. Unë zbulova nga një dhimbje që pata dhe aty u përballa që kisha kancer dhe vazhdova operacionin, kimioterapit, ramja flokëve, ishin gjitha sfida në vete, një sfide e madhe, një vujtje e madhe, një kalvar vujtjesh, por në fundit gjeta forcën të familja, tek fëmija, ata janë që më kanë bajt për me ecë për para. Birgjilda kujton se në fillim friga dhe pasiguria e pushtuan, por dashuria familjes dhe vullneti për të jetuar e ndihmuan të gjej forcën për të përballur sëmundjen. Ishte shumë e vështirë në fillim, përballja, pranimi i sëmundjes, e vështirë ishte shumë. Mendova familjen, mendova fëmijët, pastaj mendova unë jam më fort se sëmundja, unë do ta muj këtë sëmundje, sepse mendova edhe Zotin, ai është një mbështetje e madhe. Mendova që Zoti jo çon këta gjëna njerëzve të fortë, edhe unë duhet të luftoj këtë sëmundje çdo ditë dhe mendova për fëmijët. Fëmijët janë ata që më kanë bë me kalu, më kanë bë me ecë më përpara. Sot ajo e sheh jetën ndryshe, me më shumë ngjyra, me më shumë dritë dhe me shumë mirënjohje. Birgjilda apelon te grave dhe vajzave që të mos e neglizhojnë shëndetin, sepse një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin e madh. E shoh ndryshe, i shoh gjonat më me detaje, shoh ndryshe gjithçka, jo ja pranësi gjonave të vogla, nëse ma përpara është që kam dhënë fort vlerë, tash i shoh ndryshe, gjonat ndryshe. Vlerësoj edhe gjonat më të vogla, momentet më të vogla. Jeta është shumë e bukur, shumë e shkurtër, por ka sfida të mëdha që jeta është një luftë që çdo ditë po luftojmë, po sa më shumë të bëjnë kontrolle, sa më shumë, sepse çdo sfidë kalohet kur kapet në kohë. Në kuadër të fushatës Tetor Roz në Shkodër u zhvillua një marshim sensibilizues, organizuar nga Njësia e Kujdesit Shëndetësor, Bashkia Shkodër dhe aktivist. Në semaforin qendror në sheshin Nën Tereza u vendos një tabelë simbolike për të kujtuar rëndësinë e kontrolleve periodike edhe mbështetjen ndaj grave që përballen me këtë sëmundje. Sot është marshimi roz. I gjithë qyteti vishet me ngjyrën roz, me ngjyrën e shpresës, kurajos, forcës për gjitha gratë dhe vajzat. Gjithashtu ne sot bëmë edhe inaugurimin e diçkaje shumë të veçantë në qytet. Është një tabelë e cila do qëndrojë gjatë gjithë vitit, pikërisht në vendin ku të gjithë ndalen. Jeta tashmë është shumë e shpejtë dhe gjithë ecim dhe lëvizim shumë shpejt për të kryer gjithë punët tona. Ndërsa në këtë vend ku jemi sot, detyrimisht duhet ndalemi për të pritur dritën jeshile dhe në këtë moment duhet reflektojmë dhe të shohim tabelën dhe të vendosim shëndetin tonë të parin dhe ta kemi prioritet gjatë gjithë vitit, jo vetëm në tetor. Sipas saj, gjatë vitit të kaluar në Spitalin Rajonal të Shkodrës janë regjistruar 21 raste të reja me kancer gjiri, ndërsa numri i kontrolleve vijon të mbetet i ulët, duke treguar nevojën për më shumë ndërgjegjësim.